Avokat, duhet diskutoj me ty dhe për flethiren që ka bërë SPAK-u ndaj zonjës Belinda Balluku. Si e gjykoni këtë flethirje dhe a besoni që Belinda Balluku do vendos përballet me drejtësinë dhe Rama, cili është roli i Ramës këtë mes, mendoni që do e mbroj apo nuk do e mbroj zonjën Balluku përballë drejtësisë? Tani është pika më delikate e qeverisë. Unë, nëse dën menimin tim personal, pra nuk është Belinda ajo që po përballet me drejtësinë. Me drejtësinë po përballet Rama. Unë mendoj edhe i gjatë, më parë arrestohet Rama se arrestohet Belinda Balluku. Avokat, po pse e keni këtë bindje? Kjo bindje është sepse mekanizmi i organit akuzës, i SPAK-ut, i institucioneve, për ta bërë këtë përçu këtë rëmoj, nuk është për Belindën. Mendoj unë. Pra ju po thoni që organi akuzës po tenton që të shkojë te Rama përmes Belindës? Përmes Belindës, përmes deklaratave të Erion Veliaj, përmes të deklaratave të Arben Ahmetaj. Pra, tani rrethi ka ardhur duke u mleu, duke u ngushtu. Dhe sa më shumë që ngushtohet rrethi, nuk e kap vetëm kokën. Dhe aty po synohet koka. Nuk po synohen brit, trupi, këmbët, po synohet koka e korrupsionit në Shqipëri. Avokat, sa mundësi ka SPAK-u? Kjo është menimi im personal. Sa mundësi ka SPAK-u që të godaset Edi Rama? I ka gjitha mundësit. Mbështetjen e ka, qoftë Amerikës, qoftë Evropës, qoftë gjitha institucioneve, dhe mjafton SPAK-u të paraqes provat bindëse në kuptimin e fjalës që mos ketë hezitime në provat të cilat mund t'i përdor qoftë për Ramën, qoftë për gjithë institucionet tjera. Ju besoni që SPAK-u mund shkojë deri aty sa të godas një kryeministër në detyrë? Nuk përgjithsisht nuk ndodh që organi i akuzës të godas një kryeministër ose president në detyrë. Vetmi është shpresë dhe vetmi shpëtim i popullit shqiptar kjo ka ngel. Sipas menimit tim, i vetmi person që duhet godit është kryeministri i Shqipërisë dhe të kuptojnë të gjithë tjerët që këto nuk bëhet sipas dëshirave të secilit, por duhet bëhet sipas nevojave dhe zbatimit ligjeve në Shqipëri. Avokat, çfarë po bën Rama që ta mbroj veten në tillë situatë? Rama nuk e mendon fare se është në atë pozicion që them unë. Dhe nuk e ka idenë fare dhe nuk e ka mendjen fare se ai po ngacmohet ose po hetohet ose po që të ketë mundësi dikush që ta bëjë një veprim të tillë ndaj Ramës. Dhe ai nuk e mendon kurrë që mund të jetë personi shinjestër i SPAK-ut ose i institucioneve të Amerikës ose të Evropës. Gjithmonë flasin për drejtësinë. Por që është mush kupa, është mush. Që jemi para një situate kaq delikate Shqipëria është. Por a do të vazhdojnë më shumë apo jo, është diçka tjetër. Avokat, deri tani në fakt është folur që është Rama që e kontrollon organin e akuzës dhe më saktësisht prokurorin e posaçme. Shqipëria këtë mirë ka pas gjithmonë, sepse unë jam shok i joti, ne jemi dy shok dhe ke njëri tjetrin do të ham. Dhe kryesisht kështu ka ndodhur në të gjitha vitet. Populli shqiptar është një popull në të vërtet, është i pabes kur vjen puna për të mbrojtur veten. Avokat, kjo është një goditje që Ramës po i vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës apo është thjesht një iniciativë vetja e SPAK-ut? Po t'ishte për SPAK-un, as ata hajdutat e pulave nuk i kap. Po t'ishte për SPAK-un. Por jemi para një fryme tjetër. Jemi në mes të Evropës, jemi populli që jemi më inteligjent i Evropës, por
regjimet një pas njëshme e kanë majtur popull të bllokuar, të shtrim, të pamundur që të lëviz. Dhe jo pa qëllim është pranuar Shqipëria për në konventin e drejtave të njerëzit vetëm e vetëm që shqiptarët mos lëvizin nga Shqipëria, mos kërkojnë azile qoftë të ndryshme, sepse këtu në Shqipëri pretendohet që ju garantohen të drejtat shqiptarëve. Një gjë që nuk ekziston fare. E vetmja gjë që su garantohet shqiptarëve në Shqipëri është e drejta themelore e tyre. A ka lidhje kjo me dosjen me Gonigal avokat? Ajo është një thjesht që nuk ka rol të rëndësishëm. Roli i rëndësishëm është gjendja që ndodhet Shqipëria sot. Pra i vetmi vend që është në këtë situatë që bëhet çfarë të don, lëvizin miliona euro në përgjepat e politikanëve në Shqipëri ndodh. Dhe çudia më e madhe që Amerika mund vehet në lëvizje, sepse pjesa më e madhe e Manhattanit është blerë nga shqiptarët, nga biznesmen shqiptarë. Po ku i prodhoi Shqipëria gjithë këta lek, gjithë këto euro për të ble edhe pasuri me zona shumë të veçanta, si thonë. Në zonat më të mira të Manhattanit, shqiptarët kanë ble pasuri dhe i kanë shumë me qera. Po ku i morën ta lek? Më thuj mu, çfarë prodhon në Shqipëri që ne të arrijmë të marrim as vlerat mëdha monetare që të bëjmë pallate, vila në Amerikë. Po thamë Amerikë, ka edhe në shtete tjera, ka edhe në Angli, ka edhe në shumë vende tjera. Avokat, më jepni një parashikim, kur mendoni që mund vi një goditje kaq e fortë sa të thatë ju sa të goditet Rama, pra? Rama nuk e godit asnjë opozitë në Shqipëri, se opozitë nuk ka. Dhe derisa s'ka opozitë, pra Rama e man Salën, Sali Berishën, e man vetëm për interesat veta në atë pozicion, në atë post. Nuk ka se ka opozitë. Dhe ata të tjerë që dalin sikur po bëjnë parti të reja në vetveten e tyre, janë vegla dhe leva të këtyre partive që janë sot. Qoftë majtës, qoftë djatës. Sa herë nga kanë nevojë, i vend në lëvizje nëpërmjet vlerave monetare që ju vend dispozicion. Në thuj mu, kush ka mundësi që të shkojnë në për këto zona, të mlell popullin, të qiras popullin, të hargjojnë ato vlera, po ku i morën në zëtëri? Po s'kontrollohen, se s'guxon kush me i kontrollu. Shkon mes të Anglisë, mlell popullin, shkon mes të Greqisë, mlell popullin. Është e çuditshme. Gjithsesi, unë thash, po zvuni dorë Zoti, me robin e kemi shumë vështirë. Ditën e djeshme u shënuan 4 viktima si pasojë e ngjarjeve të rënda të ndodhura në Shqipëri. Avokat, ju besoj se i keni ndjekur këto ngjarje, çfarë po ndodh realisht me Shqipërinë dhe pse kaq ngjarje të rënda vetëm në një ditë ku që nga ngjarja në Berat ku një person vrau pasi u zu për kalin, pastaj në Tiranë piceri vret kuzhinierin, pastaj në Durrës djali vret me thik babain, e pastaj aksidente të tjera, ngjarje të rënda, çfarë po ndodh realisht? Tani ne aktualisht jemi në Shqipëri dhe çuditërisht pra njerëzit sot nuk kanë frikë më nga ligji, nga drejtësia, për arsye se nuk funksionon. Dhe këtë kemi ngrit zërin me kohë. Bile ne kemi një menim që të largohemi një 6 muaj nga organizata e të drejtave të njerëzit, sepse nuk po kuptojnë fare se çfarë po ndodh. Nëse do të largoheshim, pra, ne ligji e parashikon dënimin me vdekje, me ekzekutim, ndërsa mundësia që ne jemi aderuar në këto konventa nuk na lejohet që të bëjmë këto veprime. Pra, do ishte mirë aty zhdukeshim një herë për një 6 muaj, ose 8 muaj, ose 9 muaj, dhe do shikosh me një herë që nuk do të ketë më raste të tilla të kësaj natyre. Por ama, sot
asnjë qytetar nuk e ka frikë ma ligjin, nuk e ka frikë ma policin, nuk e ka frikë ma asnjë gjë. E provun burgun ma shumë se 50-60% e shqiptarëve, sepse ja u bani me dashje kjo. Pra hyn për drita, hyn për ujë, hyn për ndërtime pa leje, ndodh se ekziston një ligj, se kur thot ligji ndërtime pa leje, do thot që ekziston ligji për ta ndërtu, se ka ndërtu pa leje, po me menimin e dikuj, po vetë ka bë pa leje. Dhe ti sa herë që të merr vota, kërkon që të bash një ndërtim tjetër, pra një ligj tjetër, që të legalizosh ndërtimet pa leje. Pra, këto janë gjitha poshtërsitë e pushtetit tonë që ne vuajmë dhe do të vuajmë dhe kemi për të vujt tani jetën. Avokat, a ka zgjidhje kjo situatë, pra çfarë duhet bërë me shoqërinë tonë? Dhe si shpjegoj që djali mund të shkojë deri aty sa të vras babain e tij? Po nuk e vret djali babain, e kam thënë miliona herë, nuk ka lidhje djali që të vras babain. Këtu kemi një problem tjetër më të sofistikuar. Pra, duke qenë se shqiptarët po emigrojnë jashtë shtetit, me ka 2 vjetë e 3 vjetë, kur vinë në shtëpi pas 3-4 vite gjejnë gruan me ka 2-3 fëmijë dhe thonë janë fëmija mi. Po ato s'janë të ti. Dhe kjo është ndryshimi që ndodh sot në Shqipëri dhe në gjitha vendet që emigrojnë pjesa më e madhe e popullsisë, kur regjimi i atij shteti është i shtrënguar në mënyrë të tillë që është vetëm luftë kundër shtresës së varfër. Avokat, çfarë duhet bërë në tilla raste? Pra, si mund ta rregullojmë këtë që shoqëria të mos shkojë deri aty sa të prodhojë këto ngjarje kaq kriminale? Po pikërisht ne këtu jemi tek dënimi. Dënimet për këto vepra penale që i merr jetën atij tjetrit, do thotë që nuk janë të atij niveli. Për mua, nëse ti vret, duhet të ekzekutohesh edhe ti. Nuk ka më kështu derisa dhe Amerika vetë në shumë shtete të saj e ka kthyer pra dënimin. Pse ne nuk duhet ta kthejmë? Të largohemi nga konventa dhe ne për 6 muaj i vit, se s'ta prish punë. Pra ju jeni për kthimin me dënimin me vdekje. Dënimi me vdekje është i detyrueshëm për shqiptar që janë të pa marrur vesh. Avokat, po si mund kthehet një po themi një dënim kaq kapital me vdekje, pra në Shqipëri, në një vend ku ne të gjithë tash themi që sistemi i drejtësisë nuk është aq sa duhet. Pra, kush na siguron ne që kjo drejtësi do dënoj me dënim kapital fajtorët? Po, pastaj e ke ligjin dhe automatikisht vrave, u vërtetu që e vrave dhe ka nuk ka dyshime atë. Ligji merret ligjin fuqi. Nuk ka se ti vrave dhe unë po dalë i lirë. Pra, ligji do t'i parashikojnë këto dhe i ka të parashikume. Nuk ka nevojë me i dhënë 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, sepse është muhabet që eliminohen nëpërmjet mënyrave për shembull. Kemi shumë dënime për vrasje. Dënohet pra 25 vjet, ban 16, nga 16 s'arrin me i bë as 10 edhe del për jashta. Pra gjitha këto menime që i bëjnë në llogarinë e trunit, i bëjnë që unë do marr hak, do ta vras dhe çfarë do bëj unë kaq do bëj 10 vite burg, 8 vite burg, ja kupton. Pra kanë bën një logjikë dhe ai qytetari, ai që don të vras, e ka bën në mendjen e tij, sepse ligji këtu kështu thotë. Pra nuk ka dënim me vdekje dhe pastaj unë do të bëj atë që duhet të bëj në kuptimin e fjalës, pra duhet vras. Avokat, ngjarja në Vlorë fakti ishte tepër e rëndë ku një 32 vjeçar me Porsche në gjendje të dehur me shpejtësi shumë të madhe tej limiteve të lejuar shtypi për vdekje një 17 vjeçar. Ka ngjarje më tragjike se kjo, avokat? Tani të flasim realitetin, ne i shohim për ditë. Dhe jemi në një vend të pa marrur vesh, ku nuk merr vesh as shteti, as policia, as gjykata, as prokuroria dhe as qytetarët. Duhet t'i jap disa raste që janë shumë çuditshme. Nëse çdo njeri e ka pa dhe e ka vënë re se çfarë ndodh në kalimin e rrugëve ku janë vizat dhe ku janë semaforët. Qytetarët
pretendojnë dhe mendojnë që unë këtë vendin këto, e kam vendin tim dhe hi dhe del kur dush. Por kodi rrugore ka të përcaktuar që ti, para se të shkelësh kamën në vija të bardha, do shikosh mundësin nëse ajo makina ka shpejtësi, apo s'ka shpejtësi, dhe ti duhet të kalosh në kuptimin e fjalës kur bitesh se mund të kaloj me shpejtësinë e saj. Dhe ai e lot mençmos, jashtë me 80-90 mes qytetit noë. Por ti, pse të bësh viktim për veten tënde? Pra, këto llogari nuk i bajnë. Rasti tjetër është që ka kalimin në semafor. Dhe i ke 90% të qytetarëve, deri sa hapet semafori nuk flet në telefon. Sa hapet semafori, telefonin vesh, edhe ja bën shoferit, shikoj e thot atje se jam me rregull thot. Në vend që personit kalojnë me njëherë, me shpejtësi semaforin, ai merr telefon, ç'a doni thot shoferit. Po jam kulm, janë të lutur mend edhe njerëzit. Jo se janë të lutur mend, por nuk kanë edukatën minimale që me rujt veten e vetë, zoti. Nuk ka rëndësi shoferin apo në tjetër kënd. Por nuk e ruajnë veten e vet, gjëja më elementare. Pra, e kanë kaluar logjikën, kanë kaluar limitet e të qenurit njeri. Pra nuk e vlerësojnë veten se janë njerëz. Avokat, po si mund të rregullohet kjo përveç rikthimit të dënimit me vdekje? Mund të ketë sensibilizim, mund të ketë minimumi edhe për një 10 vjet, edhe për një 10 vjet, nuk ka për të pas asgjë. Varja në litar, nëse mani mend firin në atë kohë, nëse mani mend, u zhdukën këto frika e krimeve, ekzekutimeve e këtyre. Pra, këto janë mënyrat në një popull që nuk bindet, një popull që nuk është popull, më zoti. Ne nuk jemi njerëz, gjëja më elementare. Pra ne nuk na dhimbet vetja në asnjë mënyrë. Pra derisa ekzistojnë këto, është e nevojshme që të shikohen gjërat me përgjegjësi. Jo vetëm për qytetarët, për çdo institucion. Pra qoftë drejtësia, qoftë prokuroria, qoftë gjykata, qoftë të gjitha institucionet ligj zbatuese, pra duhet që të kenë një sensibilizim shumë të gjerë. Këtu nuk bëhet fjalë, më thotë, e kupton që gjykatat sot në Shqipëri, që aty e ka mund gjithmonë të gjykatat. Punojnë 3 ditë në javë dhe thonë gjykata ditën e prente thotë nuk kam mundësi me punu. Ditën e hane thotë do mlell dosjet, edhe çfarë ditë meten për dhënë vendime? Njerëzit janë të merru nga mosdhënia e drejtësisë. Pra, drejtësia vonuar, këtë ka. Ne në logjikën e avokatisë sot, a mund të rrinë një çështje 4 vite, 5 vite në shqyrtim? A mund mes? Dhe për 4 vite që rrinë, merr nga një ditë e gjys. Pra, nëse kene 4 vite, ti ke marrë 1.5, ikën 6 vite. Pra, po ku ndoll kjo në rrezullin toksor ose në një nga vendet më të marume të globit? Nuk merret. Vetëm Shqipërinë ndodhin këto. Vend prokurori ngrit 3 akuza, 4 akuza, thjesht dhe përfundon në gjyq me një akuzë. Pse e bën këtë? Sepse don të marrin kohën dhe afatet për me pas mundësi ai që mos ta ngacmojnë të tjerët, mos ta ngacmojnë avokatin, mos ta ngacmojnë palët, sepse kam thot jam në hetim thot, jam në letërporosi, është të mëshme. Nuk e di, veç Zoti i baf mirë në Shqipëri se robi nuk bën. Avokat, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që ditën e sotme t'i hiqet non grata ish liderit të serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. A besoni që një gjë e ngjashme mund të ndodhë me ish kryeministrin zotin Berisha? Tani non grata Berishi vu për qëllime të tjera. Dhe lobimi ishte ambasadori amerikane që ishte në Tiranë korruptuar nga koka deri te kamp. Dhe ajo bani lobimet e veta lidhur me këtë fakt. Por ja hec non gradën Berisht dhe ja vën edhe një 30 non grada tjera, Berisha nuk ndryshon asgjë në Shqipërinë. Që çfarë interesi ka heqja apo jo e non gradave të Berishës.
Qofse arrin edhe Amerika me fut durt, me heqë në grada Berish dhe korrupsionit në Shqipëri, atëherë rroft Amerika duhet me thanë, për mendje veta. Se nuk ekziston një mundësi e tillë që deri sot, pra jemi para një vepre penale të korrupsionit, të shumë gjanave tjera dhe mund t'i thonë tani Amerika, bravo Berisha, se ti je burr i mirë dhe nuk do të heqim më, do ta heqim nën gradën dhe ti je i lirë. Qa fitoj me nën gradën ja hoqi si ja hoqi? Asnjë gjë. Pra shqiptar, qa fitojnë këtë punë? Asnjë gjë. Dhe në këtë rast është e pavlefshme edhe pyetja se ja doja heqin apo jo, dhe çfarë realizon Berisha sot në këtë moshë për shqiptar që po vojnë? Asgjë. Duhet që ky popull të çohet me një herë, mos ta zënë gjumi natën. Nga gjithë ta politikan nga mosha 50 vjeç e deri në 80, ti heqin automatikisht, mos të votojnë kush për ta. Ti zhdukur nga Shqipëria. Rrezik edhe ato kpuc e rrobat e krevatat e gjithë ti djegun që mos t'jenë më në politikën shqiptare. Këta shkatërruan politikën atë. Këta morën qafë këtë popull. E kupton çfarë vujtje shka ky popull? Nuk e merr vesh asnjë. Pra, në mes të Tiranës, një grunë që ishte ajo në azil tezve, i shkojnë 1.200.000 euro, pa dita si sen, hajde fjerë mos t'i marrin. Po pse ka vështirë me pasë kush i mori? Ka vështirë, po s'don më. Nuk don. Por a do vinë koha? Po do vinë më, aty ku s'funksionon ligji, funksionon kanoni. E kena thënë 20.000 herë. Inshallah nuk arrin prep që të realizohen të veprime. Në çdo vend që shkoj, në çdo qytet, krijon një rrymë dhe thonë, o avukat, pra sa është shumë e ranë, si i thonë. Ashtu si që nollin Tiranë, gjykatën e apelit thot, do të nollin edhe këtu, do të nollin edhe aty, se na ka arë shpirtin majetonës. Pra, është një revolte e mërënshme që shpërthen vetëm një herë. Dhe kësaj revolte duhet i ruhen edhe politikan, edhe çdo person tjetër. Është e rrezikshme gjendja shpirtërore këtu në qytetarëve që kanë 7-8 vite u bën që nuk marrin një vendim gjykate. Pra kanë humbur durimin, kanë humbur besimin, kanë humbur çdo gjë në këtë vend. Avokat, ju besoni që Berisha nuk ka asnjë shans që të vinë në pushtet edhe po ju heq në grada? Tani kjo është me marrë 4 gjyshin teme me i thanë hajde drejto Shqipnin. Po është e pamundur, më nuk ka logjike më. Ata e dinë shumë mirë vetë. Berisha rrin aty për të majtë Ramën. Nuk rrin Berisha për të majtë PD-n. Kjo nuk do diskutim, është e pa diskutueshme. Berisha u provu, disa herë u provu. Edhe ç'a bani? Asnjë gjë. Siç ishte Berisha me Tropojan, ishte Meta me Skrapardhit. Po pra e kupton që ne jemi akoma në epokën e gurit, me mentalitet. Dhe të merret Berisha të vetë në krye të Shqipërisë sot dhe shqiptarëve, këta nëse deri dje kanë pas mendim me ikë, po themi 10%, mund t'ikin 50-60%. Me radhë i herë në dorë Berishës, me radhë i herë në dorë të Metës. Po kjo është e përshme. Kjo nuk hahet askund. Avokat, faleminderit shumë për gjithë informacionet që përcollët këtu në VIP Magazin. Ju faleminderit shumë. Faleminderit juve.